Jep kënaqësi të veçantë sonte t'ju shoh kaq shumë artistë të tubuar, të bashkuar në një mbrëmje festive siç ofron gjithmonë kompania Ziko TV dhe natyrisht premton të jetë një natë mjaft e këndshme, e bukur dhe do të kënaqemi shumë. Ju premtoj. Çfarë turme? Çka që dini të bëni dhe t'jepni për Zhurma Show. Në çfarë turme, në çfarë atmosfere jemi na sot dhe në çfarë note. Këngëtar të artist nga gjitha trojet shqiptare, një duar trokitje. Absolutisht. Janë sonte këtu dhe duan që në fillim t'ju tregojnë se ndihen mirë, në formë dhe optimist. Apo jo? Mi mbrëma dhe mirë se erdhët në Zhurma Show Awards 2009. Mirë, ky festival është një ngjarje jashtëzakonshme. Si pari, si pasojë një vullneti të mirë, i tejkalimit të shumë të ndryshme sfida që kishte, energjisë së plot, dashurisë së madhe për artin, sonte Zhurma Show Awards mbush 5 vjeç. E keni parasysh se si duket një fëmijë 5 vjeç, që posa fillon të takohet me miq të ri, të zgjerojë horizontet e veta, bota shkon e i rritet çdo ditë, por megjithatë në fund mbetet një fëmijë që ka nevojë për lëvatimet tona, për veprime të ndryshme, për ta lajkatuar. Kështu është edhe Zhurma Show Awards, e cila kaloi shumë sfida dhe do të kalojë në të ardhmen, dhe natyrisht duhet t'japim përkrahjen më të madhe si ne këtu, stafi organizativ, ashtu edhe ju, Ziko Kompani, jeni me të vërtet më të fortit në vitin që jepni të gjitha ato çmime për të gjithë këngëtarët që nuk i lëni anash asnjërin. 5 vjet e lehtë për t'u thënë, por mirë. Kësaj radhe ky edicion sjell risi të veta, së pari realizohet në qytetin e lindjes së prindit të tij, kompanisë së madhe Ziko. Pastaj, transmetimin e tij të drejtë për drejtë e bën televizioni Ziko, i cili sonte kremton 2 vjetorin e lëshimit të sinjalit të parë për të gjithë ne. Sigurisht do ta mirëpresim me duar trokitje. 2 vjet për Ziko TV-n. E tëra kjo në përkujdesin e stafit të televizionit Opinion, i cili bën realizimin teknik të kësaj mbrëmje madhështore, sigurisht. E çka është shumë e rëndësishme që këtë atmosferë shumë gazmore do të mund ta ndjekni në të gjithë shqiptarët kudo që janë përmes faqes www.zikotv.net, gjithsesi drejt për drejt. I përshëndesim gjithë shqiptarët kudo që janë. Mirë. Edhe këtë vit, posaçërisht televizionet tona u bombarduan nga videoklipet të ndryshme dhe këngëtarë të rinj, por është e natyrshme që të gjithë nuk mund të jenë sonte në mesin ton, megjithatë të gëzojnë respekt, të gjithë keni qenë të mirë. Zhurma Show Awards vazhdon të jetë një strofull e artistëve që jep çmime dhe pasqyron aktivitetin artistik të gjithë këngëtarëve tanë kudo që janë. Mbase ata që nuk kishin mundësi sonte të ishin këtu të përzgjedhur nga juria profesionale, e cila është përballë nesh këtu, natyrisht do t'ju njoftojmë për ta. Do të kenë mundësi herën tjetër të jenë në mesin tonë, pasi që ne respektojmë të gjitha projektet që arrin të shfaqen në ekran, mbas edhe në mediumet e tjera. Bravo! Kështu juria ka bërë përzgjedhjen duke i nomuar këngët në zhandre të ndryshme. Sonte në juri janë Gjavit Muçaj, producent, kryetari i jurisë, faleminderit. Edona Memini, redaktore e muzikës në Ziko TV. Flautisja Alma Leshi, redaktore e muzikës në TV Opinion. Jeton Morina, përfaqësues general i Ziko TV-s për Evropë, Impact 4. Maxi, gazetar nga Shqipëria. Avnia Liu, redaktor përgjegjës i muzikës në Alsat të Maqedonisë. Kjo do të thotë që sonte artistët do të jenë në garë, apo jo? Me këtë rast duhet të them se sonte do të shpërblen më të mirët me çmimet kënga e vitit, albumi i vitit, videoklipi më i mirë i vitit, por edhe albumi historik. Por edhe shumë çmime të tjera, duke mos i harruar gjithashtu befasit dhe mysafirët të cilët të kujdesen për disponimin ton. Dhe ju siguroj se gjithë atmosfera e sonte do të mbetet të thellë në kujtesën ton, e sidomos e fituesve, apo jo, të cilët nuk dihen akoma, por sigurisht kjo natë do t'i pasqyrojë të gjithë ata dhe do t'i sjellë në skenë për të dhënë edhe deklaratat e tyre të gëzueshme që do t'i japin publikut dhe kolegëve të tyre të respektuar që i kanë pranë. Mirë. Edhe pas vdekjes së tij,
vazhdon të jetë në zemrat tona, vazhdon të jetë personi më i dëgjuar, albumet e tij vazhdimisht po shiten edhe tash në televizion, në stacione televizive ndërkombëtare, vazhdon të debatohet jeta e tij, veprimtaria e tij, vdekja e tij, mbase me gjithë këtë vazhdon të jetë në luftë akoma me industrinë ndërkombëtare të muzikës, më i famshëm se Barack Obama, më i famshëm se Marilyn Monroe, Michael Schumacher apo edhe Beyoncé Knowles, vazhdon të jetë në fonotekat tona dhe të dëgjohet me shumë mendje mbase edhe çdo ditë. Mbase në shumë parlamente botërore u mbajtën minuta heshtje për të, ne planifikuam që sonte edhe ne në këngjarje artistike ta bëjmë një gjë të tillë për të. Ju ftojmë që të ngriteni të gjithë në këmbë për të mbajtur 1 minutë heshtje për Michael Jacksonin.